Anduril ka prezantuar Eagle Eye, një sistem me inteligjencë artificiale që nuk është thjesht një pajisje, por një shok skuadre digital. Jo nuk flet si në filma, por shikon, analizon dhe paralajmëron para se të ndodhë problemi. Ideja është e thjeshtë. Në vend që ushtari të shikoj poshtë e harta, ekrani i vjen përpara syve, një head-up display që tregon ku janë shokët, çfarë ka pas ai muri tjetër, kush po lëviz dhe nga vjen rreziku. Nuk ka më pika në një hart 2D, por pozicion real dhe hapësirë. Shoku yt është në katin e dytë majtas, aq qartë. Dhe po, funksionon ditën, natën, në shi dhe në kaos. Ka një helmet më të lehtë, më të balancuar dhe më mbrojtëse. Plus, ka sensor dhe nga mbrapa dhe nga anash, që të shohin edhe kur ti nuk mundesh. Si të kesh sy rezervë. Jo keq, apo jo. Gjithçka lidhet me dron, robot, sensor dhe rrjetin lattice të Anduril. Pra një ushtar nuk është më vetëm, është një nyje në një sistem. Mund të planifikoj misionin në 3D, të kontrolloj mjete pa pilot dhe të marrë vendime të shpejta, me më pak stres. Në fund të ditës, kjo nuk është thjesht një teknologji për luftë, është teknologji për mbijetesë.